Rreshjet e shiut vendosin edhe më në dukje problemet infrastrukturore që ka në brendësi të disa bloqeve të banimit në qytetin bregdetar. Imazhi i qartë i kësaj situate është sot lagja 24 maj në zonën e Çoles. Aty ku banorët thonë se investimet për përmirësimin infrastrukturor të bllokut të banimit mungojnë prej vitesh. Banorët tregojnë se rruga në brendësi të bllokut të banimit mbetet problemi kryesor për ta. Ata segmentet rrugore në brendësi të lagjes i përshkruajnë si tepër të amortizuara. Banorët e zonës tregojnë se kanë të vështirë të dalin nga banesa mes baltës dhe pellgjeve me ujë të ndotur. Sipas banorëve ndër vite në këtë zonë kanë munguar investimet në përmirësimin e infrastrukturës. Ata tregojnë se ndihen të pashpresë se situata do të përmirësohet në vijimsi. Si janë kushtet e lagjes? Ja shikon. Që të the, kemi 33 vjetë që kemi ardhur këtu. Edhe ja, që të them, unë bëj dynjaja. Erdhen do zinin se ka tubë ujë shumë këtu. Erdhin korçar zuri tubën e tia, me skrepin, një të rëzuar murin ma beri mua edhe qeshte kriste hapte dhe emët. Po, lagja me gropa, me kështu është sa herë bie shi? Sa herë kur do duash të vishti, ja këtë shikon. Ka 2 vjetë e shapur tubë ujtë aty, e tubë tjetër aty, 2 tubë ujtë janë hapur. Po në banes, ju vi probleme, keni probleme në banes? Në banes ka që ka lagështirë, po kështu ujë dynjaja. Ja, djali e ka bërë aty e porta që kalon ujtë, është plot avllia, plot me ujë. E ketë vështirë të kalosh në këtë rrugë? Qysh se ka mobilin e nësë, qysh se ka? Nuk vjen djali me çupën a Italia, se ku të vim, thonë, ku të futemi? Ku të vim, ku të futemi? Si që shë, kjo lagja këtu është geto. 35 vjetë ka mu, ato rrugët o tym, o ujë. Ju keni ardhur shumë herë. Po. Po, mirë, ne kemi ardhur si gazda, po këta politikanët e pushtetarët kanë ardhur një herë te? Erdhi ai që i turizmit, ai deputeti. Erdhi ai, edhe folëm këtu ne, thamë nuk kemi drita, ai e beri një punë. Vetëm ai që i mirë, që e beri, i vuri dritat. Këta të tjerë do ben. Po, është e vështirë për juve për moshën tuaj të kaloni në këtë rrugë, në këto kushte? Po ja shikoj veti. Kalo aty ra një grua theu kemën, ja. Vikte na punë e shkreta një korçare, erdhi aty, zhdëp një të shkar, theu kemën, 3 muaj pa. Ke shpresë se do bëhet një ditë gjatë? Unë nuk e harri do tjerë, po ma se e gëzojnë fëmijët e mi, po unë jo. Sa vite ke qetur në lagje? Unë jam lindur dhe rritur këtu. Lindur dhe rritur, jam 53 vjeç. As një qindark nuk është hedhur ka, në thënë, gjithë të periudhë. Është e vështirë për sidomos. Po natyrisht është e vështirë, por kemi fëmijë, kemi shumë e vështirë është. Sa familje jeton afërsisht këtu? Këtu tani kjo këtu rruga dhe rruga andaj që është rruga e shtëpisë time janë rrugët e vjetra këtu. Këtu kanë qenë pak familje, tani janë bërë, këto vite janë bërë shumë, po këtu asnjëra nuk është s'është investuar asnjë? Asnjë qindark. Edhe këtu ja, shiko këtë rrugën që filluan e bën atëre, e kanë nëpër gjysmë. Po pushteti çfarë thot në këtë drejtim? Pushteti do thot ato që thot. Pushteti ka 34 vjet, jo, absolutisht jo. Asnjë lloj shpresë nuk ka shpresë. Sipas informacioneve edhe në buxhetin e vitit 2026 nuk ka si investim apo fond për përmirësimin infrastrukturor të këtij bloku. Sipas pritshmërive edhe ky vit do të vijojnë në të njëjtat kushte infrastrukturore.